realizuar një arratisje të tillë, institucionit i linë për detyrë të marrë disa masa shtesë. E para, nuk shoqërohet me të burgosur të tjerë. Pra, vizita Ky ka qenë vetëm Jo, nuk ka qenë vetëm. S'ka qenë vetëm? Ka qenë veti dyti. Paktën sipas informacioneve. I burgut të Durrësit thoshte ka qenë vetëm. Nëse ka qenë vetëm, unë nuk shpjegoj dot përse në makinën e policisë poshtë duhet të jenë edhe dy punojës të cilët nuk janë bashkangjitur. Po ruanin makinën e policisë. Jo, makinën pra Kishte mos e vjen. Ka një, pra duhet sqarohen disa detaje të cilat faktikisht ka lënë për të dyshuar. Pra, nëse ka qenë i bashkëshoqëruar me një të burgosur tjetër kur ky paraqitur rast emergjencë nuk bëhet, pra duhet merret vetëm me këtë dhe shihet rrezikshmëria dhe njoftohet policia e shtetit e cila merr masa për qenë prezent dhe për të ardhur në mbështetje gjatë kohës që kryhen vizitat. Qoftë me mbështetje pranë spitalit, por edhe këtë pjesën që mund të ruaj mjetin, mund të jetë tek mjeti i policisë, ndërkohë i gjithë stafi i cili i policisë merret vetëm me shoqërimin, me bllokimin e ambienteve dhe me futjen në vizitë. Dhoma ku kryhet vizita duhet jetë patjetër e kontrolluar, e cila shoqërohet me një punojës policie në çdo moment që kryen vizita. Edhe gjatë vizitës? Edhe gjatë vizitës. Për ja ta mbarojmë se nuk procesi i vizitës bëhet në prezencën e efektivit të policisë brenda dhomës. Sepse ka spitale cilët janë me dhoma apastafat ku mund kryhet një vizitë e një të burgosur që janë me dyer të mbyllur me metal, me hekur. Bëhet kontrolli i gjithë dhomës dhe kjo ta lejon ty, por ti nuk mundesh ta lësh të burgosurin vetëm me mjekun në dhomë kur nuk je në kushte ku ofrohet kjo lloj sigurie. Këtë ta them me siguri sepse i kemi bërë vetë. Sipas rregullores së brendshme të burgjeve, vizita me mjekun kryhet vetëm për vetëm dhe i burgosur është i paprangosur. Nuk lejohet pranie punojësit policisë. I paprangosur, po nuk lejohet pranie për shkak të privatësisë, domethënë është vetëm mjeku me të burgosur. Gjithsesi, çdo spital ka dhoma të posaçme ku kryen vizita të personave që janë të paraburgosur ose të burgosur. Domethënë kanë ambiente me Po pra, ky spital nuk i ka pasur këto kushte. Plus që shkojmë te pjesa e tualetit. Por edhe te pjesa e tualetit. Ai është larguar nga tualeti sepse deri te dhoma ai ka qenë shumë okay dhe sepse tash janë kontrollet shumë të rrepta, ai është larguar në momentin që ka kërkuar të shkojnë tualet dhe kur ka qenë tualet që ka humbur nga fokusi i policisë. Sepse diçka, kështu që jo për të shfaqsuar policinë e shtetit apo për të ngarkuar një polici tjetër, por rolet janë të ndara, janë dy polici krejtësisht me detyra dhe me ligje të ndryshme. Jo, policia e burgjeve dhe policia e rendit janë të ndara. Duhet parë nëse janë njoftuar më parë, pra burgu duhet njoftoj komisariatin dhe komisariati duhet japi konfirmimin e prezencës dhe pastaj futet në veprim lëvizja. E ka për detyrë që t'i vijë në mbështetje. Policia e Durrësit e heq përgjegjësinë nga vetë, se thotë nuk kemi pasur. Nuk kemi pasur.